Hudhra ju shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme shëndetësore, që në lashtësi hudhra ka qenë një aleate e njerëzve kundër shumë komplikacioneve. Ajo ndihmonte në mbarvajtjen e funksioneve të shëndetit të zemrës. Hudhra pakson gjasa të shfaqjes së inflamacioneve në organizëm. Vlerat më të mira hudhra i ofron nëse konsumohet e gjallë sepse gatimi tjetërson përbërësit dhe përmbajtjen e saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por kur është koha më e mirë për ta konsumuar hudhrën për të marrë përfitimet në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre? Ekspertët thonë se koha më e mirë për të ngrënë hudhra është përpara se të flini ose të paktën herët në mëngjes, kur bakteret e stomakut janë në gjendje më të brishtë. Përfitimet e konsumit të hudhrës në mbrëmje do t'i listojmë në këtë video. Ajo është një detoks i mirë për shëndetin e mëlçisë. Hudhra mund të shtypë dhe mund të konsumohet në mbrëmje, kështu që ajo mund të çlirojë enzimat që luftojnë gjithashtu edhe qelizat e dëmshme, toksinat dhe bakteriet e ndryshme. Sulfuri tek hudhra do të punojë për pastrimin e mëlçisë nga metalet e rënda. Gjithashtu ajo cilësohet edhe si antibiotiku i natës. Nëse konsumohet 1 ose 2 thelpi hudhër në mbrëmje të grirë, do të forconi gjithashtu sistemin imunitar dhe i do t'jetë në gjendje të luftojë gjithashtu të ftohtin dhe infeksionet. Për më tepër hudhra do të pastrojë mushkëritë nga sekrecionet e ndryshme. Hudhra është e mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Duke ngrënë të paktën 1 thelpi hudhër përpara gjumit, do të siguroni një mirëqenie më të mirë për shëndetin tuaj të qelizave. Ekspertët thonë se hudhra do të luftojë bakteriet që shkaktojnë akne dhe do ta mbajë gjithashtu lëkurën tuaj më të pastër. Hudhra do të ndihmojë në uljen e kolesterolit. Hudhra e mban zemrën tuaj më të shëndetshme. Ajo ul kolesterolin dhe mban larg komplikacionet e saj. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni hudhrën në vaktet tuaja ditore. Rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Hudhra e mban zemrën e shëndetshme, ul nivelin e kolesterolit duke mbajtur larg komplikacionet e saj. Ngrënia e 1 ose 2 thelpi hudhër në ditë mund të ulë gjithashtu edhe problemet të shëndetit tuaj dhe të përmirësoj edhe gjendjen tuaj të shëndetit kardiak. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do t'i bëjë shumë mirë shëndetit tuaj të kyçeve, duke mbajtur larg edhe komplikacionet e saj dhe duke mundësuar një mbrojtje më të mirë të nyjeve. Konsumi i hudhrës në mbrëmje i bën mirë kyçeve tuaja të prekura kryesisht nga artriti, sepse ajo mund të ndihmojë në luftën kundër inflamacioneve, të zbusë dhimbjet dhe të përmirësojë shëndetin tuaj në tërësi. Hudhra mund të konsumohet në mbrëmje në rast se vuani nga ulçra ose edhe tensioni i ulët i gjakut. Kështu përfitimet e saj në dobi të vlerave të shëndetit do të jenë të menjëhershme dhe fuqiplota. Ekspertët Healthline e cilësojnë hudhrën si një prej barishteve më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse doni të merrni përfitimet e mbrojtjes së saj në mbrojtjen e shëndetit, siguroni që hudhrën ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja. Hudhra, e njohur ndryshe si Allium stavium, është një nga barishtet e cila mund të ofrojë shumë përfitime për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra është një nga produktet më të pasura me vitamina, karbohidrate, vitamina C. Hudhrat e thata përmbajnë rreth 58% insulin. 1 kilogram me hudhër do t'i jap të paktën rreth 1300 kalori. Ajo gjithashtu është e pasur në kripra të kalciumit, jodit, sqyfurit e të tjera. Vlerat më të mira të hudhrës do të luajnë një rol të mirë pozitiv për shëndetin tuaj. Gjithashtu, përdorimi i hudhrës ka vlera të pakkrahasueshme në uljen e kolesterolit në gjak. Nga studimet e bëra në SBA, ku eksperimentuan 45 burra që kishin nivele të larta të kolesterinës dhe që përdorin çdo ditë 6 thelpi hudhër, u vure se ulën yndyrna në gjak me 58%.
Lëngu i hudhrës mund të jetë një përfitues i madh i shëndetit tuaj, dhe përdorimi i hudhrave nën kujdesin e dur mund të japë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Nëse doni që hudhra të japë përfitimet e saj unike në mbrojtjen e shëndetit dhe të përfitoni në maksimum prej vlerave të saj, mos nguroni që ta keni pjesë të rëndësishme të shëndetit tuaj. Ata që vuajnë nga hipertensioni duhet të falenderojnë hudhrën për shkak të përfitimeve që ajo ofron. Nuk rekomandohet që hudhra të konsumohet nga personat që vuajnë nga tensioni i ulët. Ajo ndihmon edhe në qarkullimin më të mirë të gjakut në trupin tuaj. Ekspertët e shëndetësisë rekomandojnë jo më shumë se 2 thelpi hudhër të shtuar çdo ditë në dietën tuaj. Sigurisht, nëse vuani nga kolesteroli i ulët, nuk duhet ta shtoni atë në dietën tuaj. Efekte pozitive hudhra jep edhe në parandalimin e problemeve të stomakut dhe gjithashtu edhe ato të zorrës së trashë. Problemeve të zorrës së trashë, të cilat janë mjaft të përhapur tek meshkujt, edhe për më shumë, ajo mund të ndikojë në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Mjekët tregojnë se hudhra ka efekte të mira ushqyese për mbrojtjen e shëndetit dhe mund të ndikojë pozitivisht në një sër efektesh të mbrojtjes së tij. Ndaj përdorimi i saj duhet të bëhet nën kujdesin e dur mjekësor dhe asnjëherë duke e tepruar në përditshmërinë e dietave tuaja. Me shumë gjasa e dini se ushqimi ndikon në shëndetin e të gjitha organeve dhe mëlçia nuk bën përjashtim. Konsumi i perimeve dhe gjithashtu atyre me gjithë jeshile ofron proteina në bazë bimore, si dhe mund të mbrojë shumë më mirë shëndetin tuaj në tërësi. Ekspertët e Healthline thonë se abuzimi me një sër procedurash dhe ushqimesh të ndryshme mund të ndikojë në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ndaj konsumi produkteve të duhura edhe këshillimi me mjekun mund të jetë çelësi i një organizmi të fortë dhe të shëndetshëm. Ekspertët e Healthline tregojnë se shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore duhet të bëhet në mënyrë të kontrolluar dhe të stabilizuar, në mënyrë që të evitoni efektet negative në shëndet dhe të mbroni më mirë organizmin tuaj. Ekspertët thonë se hudhra është e mirë për shëndetin dhe si e tillë duhet të jetë pjesë e pandarë e recetave tuaja të gatimit. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht aromës dhe shijes së saj, dhe ndikimet pozitive që mund t'i japë në organizëm e bëjnë atë një prej produkteve më të veçanta në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni hudhrën në dietën tuaj. Hudhra është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj dëntar. Ulëntimet kanë treguar se hudhra është një alternativë shumë e mirë kundër inflamacioneve të mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti të mira antibakteriale, antivirale dhe antikërpullore. Hudhra ka veti të mira antiplakje. Sipas ulëntimeve, hudhra është me efekte pozitive kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar, sepse trupat tanë shndrojnë ushqimin në oksigjen dhe energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë ka nevojë për një kujdes më të mirë dhe specifik për t'i bërë balë këtyre komplikacioneve. Ndaj, shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv për mbrojtjen e shëndetit. Hudhra e freskët forcon sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribuojë në shëndetin ton, kjo është e ditur tashmë. Hudhra ka qenë e njohur ndër shekuj me radhë për vetitë e saj ushqyese dhe mbrojtjen e organizmit kundër komplikacioneve të ndryshme. Nëse doni të përfitoni nga vlerat e hudhrës dhe ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja, sigurohuni që ta konsumoni atë si duhet. Dhe në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e inflamacioneve të tij. Për forcimin e imunitetit duhet të hani hudhër të papërpunuar. Kur prisni ose shtypni hudhrën, ajo mund të çlirojë alicinën. Kjo substancë ka shumë përfitime shëndetësore, por me gatimin e saj ju do të humbisni shumicën dërmuese të alicinës. Hudhra është një prej erëzave më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj. Kjo për faktin se ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e presionit të lartë të gjakut. Personat që vuajnë nga hipertensioni i pakontrolluar pas ushqyerjes mund të shtojnë hudhër në vaktet e tyre ditore. Kjo për shkak të efekteve që ka hudhra në mbajtjen nën kontroll të këtyre shqetësimeve.
Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.